Spitali i Përgjithshëm i Sagreza në Gjakov ka publikuar raportin e punës për muajin nëntor në bazë të shërbimeve mjekësore të dhëna. Gjatë muajit nëntor në spital janë hospitalizuar gjithsej 1165 pacient, të cilët kanë qenë të shpërndarë në reparte të ndryshme të spitalit. Se i përket operacioneve, gjatë muajit nëntor janë kryer gjithsej 151 operacione, duke përfshirë 64 në kirurgji, 19 në ortopedi, 11 në urologji, 1 në ORL, 10 në oftalmologji, 11 në ginekologji dhe 35 operacione në obstetrik. 59 djemë e 62 vajza kanë lindur në spital gjatë nëntorit të këtij viti, ku 35 prej tyre kanë qenë lindje me prerje cesariane. Duke u referuar të dhënave të publikuara, se i përket shërbimeve ambulantore, në spitalin i Sagreza janë kryer gjithsej 10.918 vizita mjekësore, përfshirë këtu 438 shërbime të CTS, 1257 shërbime në ro kabinet dhe 1015 shërbime në mjekësinë fizikale dhe rehabilitim. Shërbime laboratorike gjatë nëntorit kanë marrë gjithsej 2767 pacient. Në repartin e hemodializës janë realizuar gjithsej 727 dializa. Ndërka që në Spitalin e Përgjithshëm i Sagreza në nëntor të vitit 2025, në EMG shërbim kanë marrë 28 pacient, në spirometri 45 pacient dhe në ergometri 7 pacient. Në urgjencën e spitalit, shërbime të ndryshme shëndetësore kanë marrë 1648 pacient.